Presin shumë edhe një shkru vajzat. Bën kjo faktikisht që gratë bëjnë më shumë kompromise, janë të gatshme të bëjnë më shumë kompromise për faktin që ndoshta një gruaje i ofron shumë më shumë meshkuj se sa një mashkull që mund t'i ofron në gratë. Tash ka ndrukoha se që bo krejt si princesha, burra. Burra si princesha. Jo, se nuk di për me qëfar rrithi për rrëshë. Se mretin e mire ka. A gjitha që mundë e rade, do me të papi, është e vërtet që shumica janë bo si princesha kërkojnë trajtem. Po ata që në burrat vërtet që dojnë një vajzë me të vërtet, me ndjenja, me sinceritet, pa interes mes, luftojnë deri në pikën e fundit që me bo. Po momente që ata luftojnë, që s'ka indicie dhe pe jasojnë, api paljes tjetër, nuk e merë pak të një 10%, 15% që me luftu ala ma shumë, onë si tip, me njerë ditën e mirë, ka rast të tjera. E përmende këtë qështën që janë bërë shumë më burra që janë bërë si princesha. A pje pranoj edhe vetë. Po du me dit ashtë prej Argnorit, në këndvështrimin e Argnorit, cilat janë elementet që një burë si pas teje e bëjnë princesh? Po, këto elementet që nështë ta presin shumë edhe një shkru vajzat, nuk e marrin ndoshta mundin si përpara të kanal midis rrugës. Pasport puta i ka shkri. Të kanal midis rrugës e ndoshta përpara ka mandyshin një numër telefonit apo një rrjet social. Tash ndoshta janë largu edhe këto gjana nuk e di, unë për vete nuk i kam ato momente që mu më pëlqenë, unë e gjithë nështë anë rrugë së në halli, po e gjej metodën që me arrit deri të... Princeshe dhe tërë, sepse mos me në rrugë, që ka një jo se ta denjë shumë, me njerë, ju princesh, po dalin quna ato gratë në për emision e thonjë seksist, po na nga s'man rrugë, kështu që edhe najna bunë zërë hypset vrava, është hypset vrava, s'po dina a me luftu, a mos me luftu, ose thonjë ngacme seksualisht, nështë ta e ki shumë qëllimin e mirë, ta në pimarin malet, shkanë... Galanteria nuk është... Këto reagimet sikur, për këtyne reagimeve sikur pas ke marrë trim, do me thonë pas kanë dëmtu në aspektin e jetës personale. Dosh me pas shumë kujdes mënyrën e qasjes që e ki, se për një me për kesh përdorin. S'po thonë Virginia femrore, po për kesh përdorin. A mendo që këto reagimet edhe kjo qasja kritikuse që është, që ty po e përmen, ka shi meshkëve, është një prej faktorëve që pastaj meshkujt, ashtu si që quajte ti, po shëndrojnë në princesha. Po kërkojnë tani trajtim pak më delikat. Burri që është burr, është mas pari është i fjallës, i besës edhe vendimeve që i merë. Masinave shte vendimet. Ata që kanë që mu trajtu si princesha, letë trajtohen, është e drejta atyre personale, one nuk i... As nuk i përkrahi, pas nuk është që i gjykaj ose i para gjykaj në atë aspekt. Po burri që është burr do të me luftu, nëse i na të volë për fatën e jetës, deri në fund, kur e shet që ka arrit një limit. Momentin që arritet një limit, bon 5 muj, 6 muj, 1 vjet, hajde edhe 2 vjet, edhe s'po merë njëtën për i personi tjetër, aje mu të mu shëndru edhe në obsesion. Mosh mu shëndru edhe si për ndjeks, momentin që se merë njëtën. Kur e shet që po t'jep edhe ajo indicie, po t'jep biset, po t'jep material që ti me vazhdu edhe me kriju një lidhje bashk, do shme jep 100% që në tënë. Unë jam i këti mendime. Nështë ta jam gaber, po jam i qëti mendime.